Edhe si vjet, festa e Kurban Bayramit në Kërçov u karakterizua me aksione të shumta humanitare për familjet skamnore të Kërçovës. Organizata humanitare Kalliri i Mirësisë fillimisht realizoi aksionin tradicional Shporta e Bayramit dhe ndau pako ushqimore për familjet e varfëra të këtij rajoni. Kjo organizat do të ndajë edhe mbi 400 pako me mish të kurbanit për jetimet dhe familjet në nevojë. Gjatë festës së Kurban Bayramit, aksionet të ngjashme humanitare kanë zhvilluar edhe shoqatat Jetimat e Ballkanit dhe lëvizja Te Berza, të cilit familjeve skamnore u ndan rreth 700 pako me mish të kurbanit. Ky është një kontribut i njerëzve me shpirt human për të varfrit në festën e Bayramit, që vjen si shprehje solidaritetit nga donatorët e shoqatës humanitare Jetimat e Ballkanit dhe lëvizjes qytetare Te Berza, të udhëhequr nga humanisti i njohur kërçovar Shkodran Alidi. Ndërkaq, për nder të kësaj feste, Muftinia e Kërçovës organizoi një mbrëmje të veçantë shpirtërore dhe festive, e cila u mbajt në Qendrën për Kulturë në Kërçovë. Për rëndësinë e kësaj feste folën kryetari i Basisë Fetare Islame Shaqir Fetaj dhe kryetari i Muftinisë së Kërçovës Qamil Rushiti. Festa e Kurban Bayramit është njëra nga datat më të rëndësishme të kalendarit islam dhe kjo ditë na kujton vlerat më të larta njerëzore dhe shpirtërore, na kujton sakrificën dhe devotshmërinë, mëshirën dhe solidaritetin, tha muftiu i Kërçovës Qamil Rushiti në manifestimin qendror kushtuar festës së Bayramit të vogël, i cili u mbajt në Qendrën për Kulturë në Kërçovë. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërës. I nderuar kryetar i Basisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Raisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, faleminderit që sonte je bashkë me ne në këtë manifestim tonin, për muftinin ton, për besimtarët ton, është nder i veçantë. I nderuar kryetar i komunës Kërçovës, Dr. Aleksandr Jovanovski, i nderuar kryetar i komunës Plasnicës, Alia Jaoski, i nderuar kryetar i Këshillit të komunës, Ajhan Sulkoski, të nderuar antar, drejtor të riasetit të Basisë Fetare Islame, i nderuar kryetar i shoqatës humanitare Te Berza vlla Shkodran Alili, të nderuar drejtor udhëheqës institucionesh, të nderuar besimtar, të respektuar musafir, vëllezër e motra, më lejoni fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit e Zotit Madh qofshin mbi ju. Kam der këtu para jush të prezentoj edhe një personalitet të veçantë me shumë rëndësi për komunitetin ton, për angazhimin që bën për komunitetin ton, e ai është nënkryetari i organizatës shqiptarët për Amerikën, Zotri Gëzim Rushiti, e falemderoj që është pjesë e manifestimit tonë. Të nderuar, të pranishëm, sot jemi mbledhur për të kremtuar Kurban Bayramin, një fest e veçantë dhe nga më të mëdhat dhe më domethënëse të besimit islam. Kjo ditë na kujton vlerat më të larta njerëzore dhe shpirtërore. Na kujton sakrificën, devotshmërinë, mëshirën, solidaritetin dhe dashurinë për njëri tjetrin. Kurban Bayrami na rikthen në kujtesë shembullin e profetit Ibrahim a.s., i cili me besim të palëkundur dhe për kushtim ndaj Zotit tregoi gatishmërinë për sakrificë. Ky mesazh vazhdon të jetë i gjallë edhe sot, duke na mësuar se njeriu bëhet më i fortë kur ndan të mirën me të tjerët, kur ndihmon nevojtarin,
dhe kundërton paqen e mirëkuptim me familjen dhe shoqërinë. Në këtë ditë të bekuar, le të hapim zemrat për ata që kanë nevojë për ndihmën dhe për fjalët tona, për mbështetje dhe afërsi njerëzore. Le të jetë kjo festë një moment bashkimi, faljeje dhe respekti të ndërsjellë. Uroj që në çdo familje të ketë shëndet, harmoni dhe begati. Paqja, dashuria dhe mirëkuptimi qofshin gjithmonë pjesë e jetës sonë. Të pranishmeve në këtë manifestim ju drejtua dhe kryetari i Basisë Fetare Islame Shaqir Fetai, i cili potensoi se ne sonte gëzojmë këtë festë të madhe që kurorzohet me aktivitete të shumta humanitare dhe kryerjen e haxhit apo aktin e sakrificës, prerjen e kurbanit. Më lejoni që përzemërsisht ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Vërtet është kënaqësi e veçantë që të jemi bashkë sonte në këtë ambient impozant me rastin e festës së madhe të Kurban Bayramit. Ne sonte gëzojmë këtë festë të madhe. Jo vetëm sonte, por më duket se këtu bim madhështor është kurorë e gëzimit ton, aktiviteteve tona të bujshme gjatë 4 ditëve të festës së Kurban Bayramit. Është festë e madhe sepse në këtë festë kryet haxhi, kushti themelor i Islamit. Në këtë festë besimtarët musliman kryen obligimin e domosdoshëm, sakrificën e madhe, prerjen e kurbanit, që është një vlerë e madhe, dhe e treta është festë e madhe, sepse në këto ditë përfundoi zbritja e Kur'anit famlar dhe u bë për çdo kohë, vend dhe popull. Andaj mu për këte ne e festojmë, sepse ndodhin ngjarje të jashtëzakonshme në këto 3 ditë. Vëllezër e miq të dashur, festa e Kurban Bayramit është festë për shumë vlerë. Por unë për ta shkurtuar fjalimin tim do t'i ceki vetëm 2 që janë shumë të rëndësishme për lidhjen mes njeriut dhe Zotit, si dhe lidhjen njeri dhe njeri. Prerja e kurbanit don të thotë, të jesh i gatshëm të sakrifikosh atë më të dashur që quhet pasuri, edhe atë për hir të Zotit që të ka krijuar dhe që të ka dhënë gjithçka. Por nuk do të ishte plot vetëm kjo për hir të Zotit, po që se kjo sakrificë nuk lidhet me jetën tonë. Andaj prerja e kurbanit është në shërbim të njeriu, në shërbim të atij që nuk ka, për të përkujtuar varfëri dhe për të përkujtuar njeriu dhe situatën e tij që duhet t'i ndihmohet. Andaj nuk ka vepër për hir të Zotit, po që se ajo nuk lidhet me vlerat e njeriu. Dhe e dyta, kurbani na mëson një parim shumë të rëndësishëm. Nuk ka vepra madhore pa sakrifica të mëdha. Nuk ka vepër madhore, po që se
për hir të njeriu nuk e sakrifikon atë që e ke më të dashur. Andaj, këta dy porosi janë madhore në edukimin e njeriu për të qenë fuqishëm i lidhur me Allahun fuqiplot dhe për të qenë në shërbim të njeriu, pa marrë parasysh ku i kombi, race apo vendi i takon. Andaj gëzimin që përjetojmë këto ditë në të njëjtën kohë është lidhshmërie fuqishme me Allahun, falënderim Allahut fuqiplot, si dhe edukimi ynë si personalitet për të qenë në lidhje me të madhin Zot, por në shërbim të vetvetes, familjes dhe njerëzve në përgjithësi. Andaj festa e Kurban Bajramit, aqsa është fe fetare, aqsa është fest fetare, aq është edhe vatër e fuqishme për ide të ndryshme në ngritjen e dignitetit ton dhe dignitetin e secilit që jetojmë bashkë kudo që gjendemi dhe veprojmë. Mu për këte sonte kisha dëshirë që t'jem prezent këtu, t'i japim përkraje këti tubimi dhe solemnitet tradicional që nga dalë po e merë ngritjen dhe formohet, krijon ambient ku lidhet elementi fetar me atë kulturor, me atë human dhe shumë vlera tjera. Andaj shprehi urime të veçantë muftiu të muftinisë së Kërçomës, Zotri Qamil Efendi Rushitit, bashkë me bashkëpunëtorët e tij në gjithë territorin e muftinisë, duke filluar nga referentët, administrata, imamët, mualimët, muezinët, mutevelit, si dhe besimtarët e këtij territori në përgjithësi. Andaj shprehi Qamil Efendiu urime të përzemërta për organizimin e mirëfillt dhe të jashtëzakonshëm të jetës fetare islame në territorin e Kërçomës, por në të njëjtën kohë dhe kontributin e tij si antar i riasetit kryesisë të Bashkisë Fetare Islame ku merren vendime të mira dhe adekuat për përmirësimin dhe organizimin e mirëfillt të jetës fetare. Po janë që mbeta shumë i lumtur që në këtë tubim na kanë nderuar disa personalitete që ndoshta nuk i kemi shpesh këtu. Unë jam shumë i lumtur që sonte është këtu shoku im i dashur dhe shumë i respektuar, një aktivist i madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por i lidhur ngushtë me Kërçomën, vendlindjen dhe atë dheu. Është Xhelal Efendi Rushiti, një personalitet i zgjuar i aftë dhe një kontribues i madh, jo vetëm atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithmonë kontribues edhe për Kërçomën, qoftë në sferën qytetare, po ashtu edhe në sferën fetare e kështu me radhë. Andaj mbeta shumë i lumtur dhe unë i falenderoj shumë. Po ashtu në momentet duke hyrë në sallë mora vesh se është po ashtu një mik im, një qytetar i Kërçomës që vepron dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gzim Rushiti, i cili përveç aktivitetit tij që bën në jetën e tij familjare dhe shoqërore, është edhe kryetar i organizatës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj këtu e kemi në Kërçovën tonë të dashur, vetëm e vetëm që të përmallet dhe ta doj atë dheu nga jetë. Sonte na ka respektuar edhe nën kryetari i Bashkisë Islame të Austrisë, Zotri Nafi Demirovski, i cili është një aktivist i mirënjohur
në Austri, ku atje bashkon pjesëtarët e vendit tonë, edhe në sferën fetare, por edhe në sferën e aktiviteteve tjera të ndryshme. Për këtë shkak edhe njëherë urime, Zoti ju bekov dhe Zoti na i pranoft të gjitha veprat që i bëjmë. Kjo mbrëmje u begatua me ilahie dhe pjesë kuranore të interpretuara nga Eliesa Hasani, Azra Pajazitovska, Qemal Emini dhe Kori Bosnjak Moshus.